Territori shqiptar për datën 18 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot të kthjellët dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore lindore, pasditja mund të sjellë vranësira kalimtare, por pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 28 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore dhe jugore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 6 deri 12 metër për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit mund të arrijë deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 11 deri në 27 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 25 gradë. Peshkopi 9 deri në 23 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 28 gradë. Durrës 15 deri në 27 gradë. Kavaj 14 deri në 26 gradë. Elbasan 13 deri në 27 gradë Celsius. Berat 13 deri në 28 gradë. Korç 9 deri në 22 gradë. Vlorë 16 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 27 gradë. Sarand 16 deri në 26 gradë Celsius.